Mas daljes së gjykimit? Nuk ka ftesë. Pas gjykimit të gjykatës kushtetuese, si Parti Demokratike me çfarë kushtesh pranoni marrëveshje politike me vetëvendosin? Jo e para, ne jemi shpreh qartë që Partia Demokratike e Kosovës e respekton vendimin e gjykatës kushtetuese, sepse në këtë vend do të respektohen vendimet e gjykatës dhe posaçërisht vendimet e gjykatës kushtetuese. Sot kemi mbledhjet kryesisë, grupit parlamentar, ditëve në vijim presim me pas edhe mbledhjet e Këshillit Drejtues, do të diskutojmë qëndrimet tona, pozicionin ton dhe sigurisht se mbi bazën e vendimeve të organeve të Partisë Demokratike të Kosovës ne do dalim zyrtarisht me qëndrimin ton. Po si kryetara besoni kështu qëndrimi juaj ndoshta personal e jeni të gatshëm për një kompromis, me qenë se kjo është duke u prit, me qenë se lëvizja vetëvendosi deri tash i ka shpenzuar 60 vota për 60 nënshkrime për kandidat, si po duke jeni të gatshëm për me siguru edhe një kandidat qoftë konsensual? Gjithçka që flasëm para diskutimit në organet e Partisë Demokratike të Kosovës nuk është e duhura, për shkak se ato janë për ata për me diskutu, me debatu, me marrë vendime dhe me qëndru në këto vendime. Falënderoj. Nuk ka ftesë. Mas daljes së gjykimit? Nuk ka ftesë. Falënderoj.